Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, është takuar sot me presidenten Vjosa Osmani për të diskutuar zhvillimet e fundit politike dhe ndërkombëtare me rëndësi për Kosovën. Gjatë takimit, Abdigjiku u informua për iniciativën e presidentit amerikan Donald Trump për themelimin e Bordit të Paqes, një nisëm që synon forcimin e stabilitetit, dialogut e paqes si dhe përmirësimin e pozitës ndërkombëtare të Kosovës. Ai shpreu presidentes Osmani mbështetjen e plotë të LDK-s për këtë iniciativë, duke theksuar se forcimi i paqes, aleancave, veçanërisht me Shtetet e Bashkuara dhe roli ndërkombëtar të Kosovës, duhet të jenë prioritet. LDK-ja sipas Abdigjikut mbetet e përkushtuar ndaj orientimit euroatlantik dhe bashkëpunimit të ngushtë me aleatët strategjik. Ndërkohë, në zyrën e presidentes shkoi sot edhe Ramush Haradinaj. Pas kthimit nga Amerika, kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës njoftoi se është takuar me presidenten Vjosa Osmani. Haradinaj ka thënë se në këtë takim kanë diskutuar për Bordin e Paqes dhe zhvillimet politike në vend dhe në rajon. Ai ka thënë se Osmanit ja ka shprehur vlerësimin për pjesëmarrjen e Kosovës në Bordin e Paqes me ftesë të presidentit Trump. Çdo partneritet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në çdo iniciativë ku jemi krah njëri tjetrit është i rëndësishëm së veçantë për Kosovën, ka vlerësuar Haradinaj. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës e përkrah pa asnjë hezitim këtë angazhim, ka shkruar ai më tej. Kujtojmë se të dyja takimet e sotme, ai me Abdigjikun dhe ai me Haradinajin, vinë në një kohë kur mbetet më pak se një muaj nga zgjedhja e presidentit të ri të Kosovës. Ramush Haradinaj ka shprehur aspiratën për të qenë ai presidenti i ri i vendit, ndërkohë nuk kanë munguar zërat që kanë përfolur edhe emrin e Lumir Abdigjikut si pasuesin e Vjosa Osmanit në postin e presidentit.